Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Doni të mos keni më dhimbje kockash, përgatisni këtë recetë dhe do të ndiheni 20 vite më të rinj. Një lugë para mëngjesit dhe drekës dhe pothuajse tërë skeleti do të rigjenerohet. Sipas shumë ekspertëve mjekësor, qëndrimi jo korrekt është shkaku më kryesor i dhimbjes së shpinës dhe dhimbjes së përbashkët. Për këtë arsye, është e rëndësishme që të korrigjoni qëndrimin jo korrekt në mënyrë që të parandaloni ndërlikimet e ardhshme. Kur flasim për një qëndrim korrekt, nënkuptojmë një pozicion të caktuar të gjithë muskujve, kockave dhe trupit në tërësi. Ne ju sugjerojmë këtë ilaç efektiv në shtëpi i cili korrigjon dhe rikthen gjendjen fillestare të nyjeve, kockave dhe gjunjëve, por gjithashtu lehtëson në dhimbjen. Përbërësit janë 1 kg mjalt, 10 lugë fare liri, 50 gram fara kungulli, 5 lugë susam, 3 lugë rrushë të thatë, 50 gram fara luledielli, 50 gram grur të pazir. Përgatitja: përzieni që të gjithë përbërësit në një pjatë më të madhe dhe ruajeni përzierjen në një kavanozë xhami. Merrni një lugë nga kjo përzierje çdo ditë para mëngjesit dhe drekës dhe së shpejti ju do të përjetoni një përmirësim të madh. Si një bonus, ne ju sugjerojmë aktivitet fizik dhe me ndihmën e ushtrimeve për shpinën, ju do t'i thoni lam të mirë dhimbjeve. Këto stërvitje bëhen 1 minutë dhe shpina juaj do të ringjallet krejtësisht. Gjithashtu, duhet të keni parasysh se dhimbjet e shpinës, këmbëve e të tjerë janë të tmerrshme dhe zakonisht janë si pasojë e stresit, qëndrimit të gabuar dhe stilit të pashëndetshëm të jetesës. Ndërkohë, sidoqoftë, ndonjëherë ndjeni dhimbjen mirë po vazhdoni ta injoroni atë, sepse jeni shumë të zënë me punën tuaj dhe pasi të shkoni në shtëpi, dhimbja kthehet dhe më nuk mund të qëndroni ulur, nuk mund të ecni e të tjerë. Nëse jeni viktime këtyre dhimbjeve, atëherë ne do ju sjellim një recetë e cila do ju ndihmoj në shërimin e tyre. Përgatitja dhe përbërësit që do t'ju duhen janë 150 gram gelatin, ujë të ftohtë. Futni 5 gram gelatin në një gotë me ujë të ftohtë. Përzieni atë dhe lëreni ashtu deri në mëngjes, por mos e futni në frigorifer, pasi gelatina mund të ngrihet gjatë natës. Këtë lëng përdoreni çdo mëngjes me stomakun bosh derisa të filloni dhe të vëreni efektet e magjishme pas një jave. Vazhdoni ta përdorni për 1 muaj për të patur rezultate të përhershme. Nëse nuk ju pëlqen shija e kësaj pije, atëherë ju mundet që të shtoni pak mjalt, lëng apo kos. Dhimbjet e kockave po kthehen në një problem shëndetësor shumë i përhapur kudo, edhe në Shqipëri. Kjo ndodh edhe sepse njerëzit nuk kanë shumë kohë për aktivitet fizik, ndërkohë që jetëgjatësia është rritur. Kjo nënkupton se njerëzit po jetojnë më gjatë dhe rrjedhimisht i përdorin muskujt dhe kockat për më shumë kohë. Në përgjithësi, njerëzit kërkojnë ndihmën e medikamenteve qetësuese. Shpeshherë këto ilaçe, kur pihen me tepri, janë të dëmshme për stomakun dhe mëlçin. Natyra nga ana tjetër na ka dhënë shumë burime të rëndësishme kundër dhimbjeve që nuk dëmtojnë organet e tjera. Në këtë video ju do të mësoni për një recetë fantastike kundër dhimbjeve të kyçeve, e cila bazohet në përdorimin e kripës dhe të vajit. Vlerat e vajit të ullirit. Vaji i ullirit gjithashtu është i pasur me polifenol, të cilët shërbejnë si antioksidant. Në momentin që ky lëng i artë bie në kontakt me organizmin, ngadalson plakjen e qelizave. Kjo do të thotë që dhimbjes i duhet më shumë kohë për të shfaqur.
Vaji i ullirit përmban gjithashtu substanca fantastike, të cilat parandalojnë aktivizimin e inflamacionit. Vaji i ullirit rregullon qarkullimin e gjakut që rrjedhimisht mban organet e shëndetshme. Vlerat e kripës së detit. Trajtimi me vaj dhe krip kërkon kripdeti sepse ofron përfitime të jashtëzakonshme dhe shumë të mira për organizmin. Kripa e detit gjithashtu përmban magnez që forcon indet. Mineralet e tjera të cilat gjenden tek kripa janë shumë të mira për sistemin tuaj imunitar dhe për shërimin e kockave dhe muskujve. Sikur të mos mjaftonte kjo, kripa e detit përmirëson qarkullimin e gjakut dhe eliminon sasitë e tepërta të sodiumit në gjak, duke ulur tensionin e tij. Kura me vaj dhe krip për dhimbjet e kockave. Përbërësit që do t'ju duhen janë një gotë me ujë, 20 lugë gjelle me vaj ulliri, 10 lugë gjelle me krip deti. Përdorimi i kurës kundër dhimbjeve të kockave. Shtoni vajin e ullirit dhe kripën në ujë dhe përzjeni së bashku. Masën e përftuar përdoreni për të masazhuar zonën e prekur nga dhimbja për rreth 3 minuta. Masazhi fillestar duhet të zgjasë 3 minuta dhe duhet të arrini që të masazhoni zonën e prekur për 10 deri në 20 minuta. Nga ana tjetër, kjo kur duhet aplikuar në lëkurë për 10 ditë me radhë. Rezultatet do të jenë të shpejta dhe afatgjatë. Do të shikoni që do të mund të lëvizni më lehtë dhe dhimbja do të zbutet ndjeshëm. Qarkullimi i gjakut do të jetë më i mirë dhe sistemi juaj imunitar do të jetë më i fortë. Në disa raste mund të vëreni që lëkura juaj mund të skuqet. Kundër skuqjes ju mund të përdorni një peshqir me ujë të ngrohtë dhe më pas pak pudër. Ne ju këshillojmë që ta përdorni këtë kur. Nuk keni asgjë për të humbur, përkundrazi mund të përfitoni shumë. Dhimbja në gjuhë është padyshim një nga problemet më të zakonshme shëndetësore. Disa shkaqe të dhimbjeve të gjurit janë artriti, osteoartriti, artriti reumatoid, artriti septik, bursiti, cistet e gjurit, frakturat, dëmtimet dhe paqëndrueshmëritë e ligamentit. Shpesh, për të kuruar këto dhimbje ju mund të bazoheni tek mjekësia alternative e cila mund të rezultojë shumë efikase. Përdorimi i vajit të kokosit dhe i piperit të kuq djegës mundet që t'ju ndihmojë shumë dhe njëkohësisht piperi i kuq përmban kapsaicin, e cila shkakton një ndjesi të ngrohtë rreth zonës së gjurit, e cila gjithashtu redukton dhimbjen dhe ëndjen tuaj. Nga ana tjetër, përbërësit që do t'ju duhen për këtë recetë janë 2 lugë piperi kuq, 1 filxhan vaj ulliri. Udhëzime. Përzjeni përbërësit për të përgatitur një pastë homogjene dhe aplikojeni atë në zonën e prekur. Përsëriteni këtë proces 2 herë në javë. Vaji i kokosit ka gjithashtu veti tepër të fuqishme anti-inflamatore, e cila gjithashtu në mënyrë efikase trajton dhimbjen në gjuhë. Përbërësit janë gjysmë filxhani vaj kokosi. Ngroheni vajin për 3 minuta dhe më pas e aplikoni atë në gjuhë duke masazhuar nëpërmjet gishtave. E lini të veprojë për disa orë dhe më pas lajini pjesën e gjurit. Përsëriteni këtë procedurë 2 herë në ditë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe.
Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.